Dëgjoni se çka bërë një njeri i devotshëm si Bayezid Bistami i rritur në shembullin e edukatës profetike. Qëndronte ulur në pazar. Një mace e kishte zënë gjumin në cepin e poshtëm të pelerinës së tij. Ndërkohë prej xhamie vjen zëri ezani. Bayezidi do të shkojë në xhami, po si të shkojë? Për të mos e zgjuar macen, Bayezidi pret cepin e rrobës dhe zë udhën për në xhami. Ja, kështu i zbuste zemrat edukata mishruse e Muhamedit a.s. Ishte ai i cili u thërriste të gjithë kohrave nga Taifi. Kur qenë në Taif për të përcjellë thirrjen islame, ju vërsulën njerëzit e ulët të cilët e goditin me gur, aq sa këmbët i qenë bërë gjak nga plag. Strehohet në një vresht dhe aty engjët i kërkojnë që vetëm të lutet dhe Taifi do të bëhej njësh me tokën për të zhdukur një herë mirë nga faqja e dheu. Lutu dhe ky popull do të mbulohet në ngërmadha. Por jo, ai nuk lutet kështu. Lutet për diçka tjetër. Zoti im, mëshiroj fëmijët e këtij vendi dhe jepi diturinë e dritën e njësisë, tauhidin. Atje nuk ka zëmrim ndaj Taifit. Atje ka lutje për të, mëshirë dhe mshuri. Ai thot, nuk është prej nesh ai që bie të flejë ngopur, teksa fëmijë i tij është i uritur. Ai e shpalli njerëzimin në vëlla, që në krijim. Ai shpalli vëllezër të barabartë, të gjithë në çdo kënd deri në Afrikë dhe Amerikë. Ai do t'i takojë ata që vdiqin nga uria, me ata që vdiqin nga mingok. Ai do të bëj që zemrat takohen dhe të digjen për njëra tjetër. O qes se familjet rrokullisen brenda vorbullës së shkatërimit, ai do të na porosisë. Mbajini mbi duart tuaja dur dhe bashkëshortëve tuaj. Shtërngojeni fort, shtërngojeni me dashuri, pastaj lëshojeni. Çfarë ndjek zemrat tuaja? Dhe pastaj do të shtohet. Kur të shtërngoni duart e njëri tjetrit, gjunahet tuaja rrjedhin nga gishtrit e më pas shumë. Më pas mbetet vetëm dashuri pa fajsi. Ai fillimisht mbajti duart e të rive, të Musabve, Ali, Amar e Muav, u takua me të rinj të ballit të cilëve shndrit për shekuj me radhë. Me anë të Musabve i thiri zemrave të rive për të gjitha kohë. Mos u kalbni, mos u fishkni, mos u bluani në mullidhin e gjinahit. Erni të rinjallin njerëzimin të kapur dorë për dorë. Ai solli Islam. Nga shkrusi i mëshirës Gjeleshanu, nga ai që nuk do as padrejtësin, as të padrejtën, nga El Vedudi. Islami që në vete një univers mëshire, paqe, besim, lumturi. Njerëzimin e ftoi për në shtëpinë e Islamit, në Darul Islam, në shtëpinë e paqes dhe besimit. Dëshiroj që tokat e luftës të ktheheshin në toka paqe. Erdhi për të injektuar mëshirën damarët e njeriut, në të cilat rrjedh ndjenja për gjakderdhje dhe shkatrim. Ai u shpreh kështu: nuk mund të hyni në xhenet pa besuar dhe nuk mund të keni besuar pa u dashur me të vërtetë me njëri tjetrin. Muhamedi a.s. i mbrojti zemrat me dashuri. Ul ball për ball me nxënësit e tij dhe i pyeti: a ka vizituar ndokush nga ju ndonjë të smur sot? A ka përkëdhelur ndokush nga ju kokën e një jetimi? A ka përcjell ndokush nga ju ndonjë xhenazë? Po ashtu, Muhamedi a.s. është shprehur se gruaja gjunaqare që i dha ujë për të pirë macës së etur, shpëtoi në botën tjetër. Bëri mirësi ai që i buzëqeshi vllajt të tij, ai që ndihmoi kalorsin të hip në kal. Sa musliman të mirë janë ata që ndihmojnë tjetrin të hip në kafsh apo makinë dhe që largojnë gurin nga rruga ku ecin kalimtarët. Ja se si i thret njerëzimit Muhyiddin Arabiu, si o mirë me tokën, me qiellin, me ujin, me Kuranin, me namazin, me shtëpinë tënde, me bashkëshorten tënde, me fëmijët tuaj.
Ai ndërtoi shoqërinë për së cilës është i kënaqur Zoti, mëshirues, mëshirë madhe dashamirës. Shoqërinë që do të kthehet te Allahu fytyrë ndritur. Ai ndërtoi shoqërinë, personaliteti së cilës u edukua në bazë të së drejtëves që i takon njeriu. Ai ndërtoi shoqërinë që fal në vend të shoqërisë së inatosur. Shoqërinë një njerëzit e ka përdinë vrerin dhe urrëtitjen dhe nuk e vjen. Ai ndërtoi shoqërinë e purifuar për njëri tjetrin, për vetveten, për pasurinë e tyre dhe për dosjen e mbushur të jetës së tyre. Ai ndërtoi njerëzit zemërbut, shoqërinë islam. Cila është detyra jonë? Në këtë jetë dhe në botën e përhershme, derisa të mblidhem të gjithë tokë rreth flamurit të falënderimit, të kapemi dorë për dorë me të. Esim rrugëve pas gjurmëve të tij, të ngjyrosemi me ngjyrën e tij, të ndriçojmë me dritën e tij zemrat tona, të përpiqemi të bëhemi një me moralin e tij, të purifikohemi nëpërmjet mësimeve të tij, të prehemi me të zhytemi në detin e mëshirës së tij, të rrokim bukurinë e tij, ta kërkojmë atë, të pyesim për të, të friksohemi nga jeta pa të, bëhemi pjesëtar të bashkësisë së tij, të jemi pjesëtar të shoqërisë së tij, të takohemi me të në hijen e flamurit të falënderimit. Nuk fishket kjo ngjyrë, nuk shuhet kjo atmosferë. Njerëzit janë bërë ngjyra shumë, bëhu nga bashkësia e tij, bëhu nga ummeti i tij, sallallahu alaihi wasallam.